Zhduket 16 vjeçari shqiptar në Irlandën e Veriut, policia kërkon ndihmë për ta gjetur. Policia në kryeqytetin e Irlandës Veriut ka ngritur alarmin për zhdukjen e një të mituri shqiptar. Autoritetet në Belfast përmes postimeve në rrjetet sociale kërkojnë ndihmë për të gjetur 16 vjeçarin shqiptar Marvin Gjuzi, i cili rezulton i zhdukur prej 5 ditësh. Autoritetet kanë bërë publike të dhënat e Marvin Gjuzit dhe një foto e tij, ndërsa bëjmë dije se për herë të fundit ai është parë në 1 maj rreth orës 13 duke lëvizur në drejtim të Monarch Bypass. Policia e vendos theksin tek shqetësimi për sigurinë e të riut dhe u bën thirrje qytetarëve që nëse kanë informacion mbi vendodhjen e tij të kontaktojnë policinë në numrin 101 dhe të përmendin referencën 1569 1 i 5 2025.